Kush e ka përcjell Big Brother edhe e ka po që disa prej banorëve nuk e kanë ditë as kur u shpall pavarësia e as kush e ka shpallur. Na jena këtu, m'ja dhënë do informacione për juve që se dini se normalisht me kënë shqiptare, mos me ditë ki datë, nuk është mirë, kështu që njeri sot rënon edhe mëson. Kjo deklaratë që po shihni këtu është deklarata e pavarësisë të Kosovës. Pavarësia e Kosovës është shpallur me 17 shkurt vitit 2008. Kjo deklaratë është nënshkruar prej 109 deputetëve, edhe është shpallur prej zotrit Hashim Thaçi. Unë po I përmeni 3 nënshkrues të deklaratës pavarësisë Kosovës, e këta tjerë po ja vloj juve. Është nënshkrimi I kryeministrit Kosovës në atë kohë, zotri Hashim Thaçi. Këtu është kryetari I Kuvendit të Kosovës, zotri Jakub Krasniqi, dhe kryetari I Kosovës Fatmir Sejdiu. Nëse e dini se kush janë edhe deputetët tjerë, atëherë shkruani në komente.